Tragjedi në Itali u shtyp nga përpunuesi i mbetjeve humbi jetën punëtori shqiptar. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Itali. Një shqiptar ka humbur jetën pasi është shtypur nga makineria e përpunimit të mbetjeve. Viktima është Xhevdet Halili, 59 vjeç, i cili jetonte në bashkinë e Ospedaleto Euganeo. Ngjarja ndodhi në një kompani të shërbimeve mjedisore Este. Mediat italiane shkruajnë se nuk dihet për momentin nëse ai ishte viktime një pakujdesie të parëndësishme, një sëmundje apo një makine ku punonte kishte një prishje. Ky është një aksident i dytë fatal që nga fillimi i vitit në provincën e Padovës. Shtetasi shqiptar nga një rikonstruksion fillestar i kryer nga karabinierët e stacionit Este edhe nga teknikët e Sipasal ishte punonjës si Sesa, kompania e shërbimit mjedisor Este. Papritur gjatë disa punëve të mirëmbajtjes, ai u shtyp brenda një shtypsi. Një skenë e tmerrshme që ndodhi para syve të kolegëve të shumtë që ngritën menjëherë alarmin. Pas pak minutash, punonjësit shëndetësor SUEM 118 mbërritën. Përpjekjet për të ringjallur 59 vjeçarin që vdiq paraprakisht në vend ishin të padobishme. Prokurori i Prokurorisë Publike të Rivigo u vu në dieni të aferës. Është sekuestruar zona ku ka ndodhur aksidenti, ndërsa trupi është transportuar në Institutin e Mjekësisë Ligjore në dispozicion të autoriteteve gjyqësore.